Shqipëria po konsolidohet gjithnjë më shumë si një destinacion kyç i ekoturizmit në Europë. Fal parkut kombëtar të lumit e Egër Vjosa, një nga mrekullitë natyrore më të rralla të kontinentit, kështu shkruan edhe faqja e njohur turistike Travel Around the World. Territori mbrojtur shtrihet në rreth 12.727 hektar dhe ruan një pasuri unike. Një lum i madh që rrjedh plotësisht i lirë pa digë apo ndërhyrje artificiale. Vjosa është parku i parë kombëtar në Europë i dedikuar një lumi të egër, lumi që buron në Greqi dhe përshkon Shqipërinë për rreth 270 kilometra, duke krijuar një mozaik peizazhesh që përfshin male të ashpra, lugina të gjera, kanione mbresëlënëse dhe fusha aluviale. Kjo rrjedhë e lirë bën Vjosën një laborator të gjallë ekologjik dhe një model referimi për ruajtjen e lumejve në shkallë evropiane. Zona e parkut është shtëpi për mbi 1100 specie bimore dhe shtazore, përfshirë specie të rralla dhe të rrezikuara, habitatet e ndryshme nga shtrati i lumit dhe zonat e lagështa, tepyjet dhe shpatet malor, krijojnë kushte ideale për zojt migrues, peshqit e ujrave të pastra dhe gjitarët e egër. Kjo vlerë ekologjike i ka dhënë parkut vëmendje dhe vlerësim ndërkombëtar. Në vitin 2026, parku kombëtar i lumit e Egër Vjosa pritet të jetë një nga destinacionet më të kërkuara për turizëm aktiv dhe përvoja në natyrë. Aktivitetet kryesore përfshin rafting dhe kajak, trekking dhe ecje në natyrë, vëzhgim zojsh dhe faune, si dhe turizëm të qetë për ata që kërkojnë qetësi dhe natyrë të paprekur. Periudhat më të përshtatshme për vizit janë pranvera dhe vjeshta, kur klima është e butë dhe peizazhet janë në kulmin e tyre. Parku është lehtësisht i aksesueshëm nga Tirana, përmes përmetit të Pelenës dhe Këlqyrës, të cilat shërbejnë si porta hyrëse për ekspozimin e zonës. Parku kombëtar i lumit e Egër Vjosa nuk është vetëm një atraksion turistik, por edhe një simbol i ruajtjes së natyrës dhe zhvillimit të qëndrueshëm. Ai dëshmon se turizmi mund të zhvillohet pa cënuar siguri natyrore. Në vitin 2026, Vjosa pritet të konfirmohet si zemra e aventurës natyrore në Ballkan.